Mosh ka stashti nga një post I Nurkës për Sazanin, Ymerit, për Sazanin. Nurka natyrisht që do të thot çdo gjë që të justifikojë atë, ta shoqëros çdo gjë të Ramës. Them që Rama duhet ta kishte marrë si këshilltar Ymerin, atje që të paktën edhe justifikonte para të gjithë neve, kur e mbron se ka për detyrë, ka për punë, po s'ma merr mendje që do t'ja bonte punën e këshilltarit të Ramës, ndokush më mirë në botë se sa Nurka, Ymeri. Por kthehemi tash në seriozitet. Ne pronët e tona, dhe ato që shfrytëzojmë, po ato që nuk e shfrytëzojmë, vetëm po na I shfrytëzojnë të tjerët. Ato që nuk mund të zhvillojmë, ndoshta është fjalë më e saktë, ndoshta të na I zhvillojnë të tjerët, edhe kush më mirë në botë do ishte se sa Amerikanët. Unë jam I sigurt që për investimin e familjes Trump, familje extended family, theme ne, nuk do kishte kush BOLE, thonë Shqip, të kundërshton, dhe se gjithë kanë frikë do të pranonte dhe sikur mos ishte në interes shqiptarëve. Por unë mendoj që çdo lloj biznisi amerikan I lidh apo jo me pushtetaret, me ato që qeverisin Amerikën, sa ajo s'përshpunë, ata 4 vjet janë. Ikën Trumpi, harrohet. Ne nuk mendojmë të bëjmë politikat për 2-3 vjet, ata I bën Edi Rama, Sali Berisha për 2-3 vjet për një mandat. Ne I bëjmë për një kohë jashtëzakonisht gjatë. Neve nuk na intereson kur çdo që tjetë, vetëm të jenë biznise amerikanë të investojnë në Shqipëri për na është mrekulli. Po unë mos shkas nga ky shkrimi, nga ky posti I Nurkës aty, që të them atë që unë ja kam shpreh presidentit amerikan në letër të hapur, nuk jam I sigurt që në një nga shtëpia e bardhë apo kongresmenët apo në kanalet e CIA-s ku I kam dërgu këto letra vazhdimisht, që kërkoj që jo vetëm ndihmohet kombi shqiptar dal nga dal, përkundrejt një kundërshtimi të madh nga bota slave që të bashkohet edhe herë nga arta të paktën e deri në fshatrat bullgare që ishin dikur në lindje të Selanikut shqiptar, e deri në Sanxhak ku janë këto po të bashkohen, edhe të krijohet një trev, jo thjesht shqiptare, por që të bëhet një shtet I 51, 52, 53 për shkakun po të bëhet një shtet I Amerikës, siç thonë ato të bëjnë Grenlandë në ku do të jon. Vetëm kështu ne do të siguronim atë bashkësinë tonë territoriale. Por unë tash kam një mendim, një sugjerim që do doja t'ja propozoja kryesisht qeverisë shqiptare Edi Ramës, ai të bosh I flakt I parë, organizatori, do të bëhet të ndrohesh nga një person që vetëm socialistët e majnë si Skënderbej dhe ne shumica tjetër e majmë si tradhtar. Ai do bosh një Ismail Qemal, një Konstantin I Madh, një Skënderbej që ose merrte përsipër një mision që të bënte një grup të përbashkët shqiptarësh, kryesisht me Vjosa Osmanin, Albin Kurtin, ja ta fikim këta se filloj kjo shurba këtu. Një sekond. Pra, me Vjosa Osmanin, Albin Kurtin, edhe ato të parët e vetë, qoftë nga pozita si që është Balla, Qerpak, Rollozin, apo Peleshi, që janë, ashtu dhe Berisha. Edhe përfaqësuesit kryesor të shqiptarëve në Maltësi, në Sanxhak, natyrisht në Maqedoni, në Çambëri, në qoftë se do ishte I mundur se ne s'kemi bërë shumë
pak punë të afrohemi me arvanitësit në Greqi, pothuajse nuk ekziston asnjë lloj lidhje dhe përpjekje nga qeveria shqiptare me zbulue edhe me kryu lidhje me në një çfarëdo që tjetë arvanitës që e ru në vetvete, megjithëse është pak shpresë, po t'ishte, por kryesisht me shqiptarët në Ballkan, Malzi, Sanxhak, Bujanoc, Maqedoni, të merrnin kryesisht me në krye Ramën, Vojsava Osmanin, edhe Albin Kurtin, edhe të bën një program, një plan, që të fillon të tashtë ishte i përhershëm deri kur të realizohet, me bezetimet përbashkëta, si një bashkësi shqiptare, me Shtëpinë e Bardhë, me Senatin dhe Kongresin Amerikan, se si ne ta bonim kombin ton një shtet Amerikan atje, ku mos kishte më nevojë Amerika as për NATO, as për asgjë tjetër, se e kishte bazën, e kishte kombin ton. Ne duhet të propozojmë këta dhe duhet ta marrë ky, se ky mund të ndrojë, ky palloshi jon i gjatë, ky tradhtari jon i lik, ky hajduti jon i pangop, Edi Rama mund të ndrojë, ta pastrojë emrin edhe do t'ja bonim atë monumentin sa mali dajti, do t'ja harronin gjitha pislliqet që ka bo. Do t'a bonin të lavdishëm për jetave, po ta merrte këtë mision. Realizohet apo nuk realizohet, nuk për shpunë, po ta niste këtë mision. Se ne nuk e bëjmë dot kombin ton, me fuqin ton për interesat e tona, por nëse e bëjmë qose ka mrapa nesh një interes më të madh se joni, një interes Amerikan. Këtë do të kërkoja unë, edhe ky mund ta filtroj veten, mund ta spastroj veten nga çdo lloj llumi, i drejt apo i pa drejt, që është hedh kundër tij ose e ka hedh vetes. Edhe unë them që ky e ka atë dhuntin, fuqin, po të boj për vete si magnet udhëheqjen shqiptare në Ballkan. Ne kemi një shans të madh, jo vetëm që të bëhemi kamp i madh, po të bëhemi edhe kamp i paprekshëm, se bëhemi shtet Amerikan, siç është Porto Rico për shembull. Uroj, shpresoj, por unë jam njëri ndërrimtar, jetoj me ëndra, por është plotësisht e realizueshme. Duhet vetëm pak kurajo, duhet vetëm pak iniciativë, duhet vetëm pak koordinim, edhe puna pastaj bëhet vetë. Unë kam frikë se kjo ekziston, kjo ide, kjo dëshirë, në kanalet e fsheta amerikane, por populli jon, kombi jon, udhëheqja jon, ka dështu ta kuptoj, ta ndjej, edhe që të nis nga atje, edhe ta realizojmë këtë gjë, sa me gjoka i përshnet.